Atëherë, me sa di unë që të trajne këtu jemi 18 vjeç dhe që është më rëndësishme për podcastin tonë dhe për temën që ne po trajtojmë, që të tre jemi votues për herë të parë. Se politikanët aktual nuk mund të ofrojnë zgjedhje reale për problemet që Dëshirën e madhe për të votuar sepse në fund të ditës e di që ajo nuk bën diferencë. Fatkeqësisht. Domethënë sipas teje, vota jote nuk do të Shiko se kjo votë është zëri yt. Voto atë që ti ndihesh më mirë të votosh. Dhe pastaj është shkolla. Nëpër shkolla mësuesit duhet t'i ndërgjegjësojnë fëmijët që mbajnë anën e një partie sikur po mbajnë anën e një skuadre futbolli. Pra nuk shohin pikat, le të themi, ku mbështeten edhe interesat e tyre, po dhe interesat e komunitetit, po thjesht janë me ide një ndër gjërat kryesore që ka të bëjë shumë atë që theti me pjesën e shkollave, sidomos për ty, sepse ti nuk futesh në një grup shoqëror që nuk nisë të rinj. Çfarë mendoni se është më drejt, çfarë duhet bërë, çfarë mendimi keni për këtë?